Parashikimi i motit 9 shkurt 2024, ditën e sotme vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga njëjta situatë meteorologjike me mot të qëndrueshëm e kozgjatje të orëve me diell. Nuk do të mungojnë as vranësirat e erpashershme në formën e rreve të mesme dhe të larta transparente. Vranësirat do të shoqërohen me rreshje të dobta shiu përgjatë maleve në veri perëndim të vendit në orët e pasdites. Era do të fryjë nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare nga 1 në 7 metër në sekond, ndërsa në Lugina dhe përgjatë vijës bregdetare hera herës shfaqet intensive me shpejtësi 11-17 metër në sekond, duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 2 deri 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore -2 deri 15 gradë Celsius, në zonat e ulta 0 deri në 21 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare 5 deri 21 gradë Celsius.